Po para sa ke fuqinë politike, ne do ta kemi qëndrimin e qartë, e objektiv, që Kosova të fitojë institucionet e veta dhe ne duam një logjik tjetër. Ne duam që të marrim përgjegjësi sipas besimit që kanë marrë njerëzit. Jo çdo gjë mund të shpjegohet në një takim ose në një udhëheqje çfarë jemi ne sot bashkë. Nuk ka në skenën aktuale politike dikush që mund të krahasohet me ne. Kosova në krizë institucionale, përgjegjësinë kryesore për këtë gjendje të drejtanishme e kanë ata që kanë më shumë vota. Partitë kryesore, të cilët kanë marrë besimin më shumë nga qytetarët. Nisma socialdemokrate, deputetët juaj, janë munduar e po mundohen që të japin kontributin e tyre për të zgjedhur krizën. Po ne nuk mund ta bëjmë atë vetë. Ne do ta bëjmë me angazhimin tonë para se mundemi. Po ne nuk mund të marrim rolin e të tjerëve. Ne nuk mund të sillemi përtej asaj që kemi mandatin e qytetarëve dhe fuqisë sonë politike. Po para sa ke fuqinë politike, ne do ta kemi qëndrimin e qartë, e objektiv, që Kosova të fitojë institucionet e veta dhe me inate, me ego, nuk ndërtohet shteti. Nuk është ardhur as liria. Madhështia e leadershipi është kur e të kaloj vetën. Kur në terrin e dukje gjan dritën. Kur në situatën e pasgjithshme e gjan zgjidhjen. Kur në situatën e pakomunikueshme e gjan komunikimin. Kur në situatën e pamundur e gjan të mundshme për vendin tonë. Që kjo është leadershipi. Që kjo është ajo që duhet Kosovës. Mas lehti është me pa një politikë çfarë jemi mësuar ne me pa në Kosovë. Politikën e dhënimit, egos, e natave. Po ma thënë ju keni jeni të pjekur, sa herë ka pa hajë Kosova për këtyre politikave? Çka ka fituar vendi ynë? Dhe që kanë votuar votuesit që kanë votuar ato parti. Ne refuzojmë këtë logjik. Ne duam një logjik tjetër. Ne duam që të marrim përgjegjësi sipas besimit që kanë marrë njerëzit. Se ka gjurmë në shekulin e kaluar në historinë e gjithë botës. Winston Churchill, ai e thotë, njerëzit e meqëm, në gjërat e komplikuara i thjeshtojnë. Njerëzit e padijshëm gjërat e thjeshta i komplikojnë. Dhe këtu është dallimi ynë me të tjerët. Ne duam të jemi në ballë kur gjërat janë të komplikuar për t'i thjeshtuar e për t'i lënë në shërbim të vendit tonë. Vendimet e mëdha, pozicionimet e mëdha politike në momentet të caktuara sjellin reagime. Ka kundërthënie, ka konfuzion, ka lloj-lloj reagime nga njerëzit. Po ka vendime politike që duhet koha mi dëshmu dhe nuk mund të shpjegohen. Jeta ime politike, përvoja ime politike shpesh më ka treguar, më ka thënë këtë gjë. Jo çdo gjë mund të shpjegohet në një takim ose në një udhëheqje çfarë jemi ne sot bashkë. Ka shumë vendime politike që koha jo jep por drejtën apo të padrejtë. Ajo që duket në shikim parë pa drejtë sot, nëse mund të del që ka qenë vendimtare. As do të bëj kur politikat të cilat imponohen ose ndërtohen nga disponimet ditore, nga rrjetet sociale ose nga kafet. Nuk është detyra ime. Ne jemi këtu për vendime të vështira. Po shumë më rëndësi vendimin që një drejtuar me besu që është në rrugën e duhur. Ku jemi sot e ku kemi qenë para disa muajsh. Deri sot në skenën politike të Kosovës, deri sot
Nëse diçka na bën moni krenar, e dallohemi nga të tjerët është korrektësia, mbajtja e fjalës, qëndrimi korrekt ndaj çdo problematike, ndaj çështje, ndaj vendit edhe ndaj partnerit. Nuk ka në skenën aktuale politike dikush që mund krahasohet me ne as për korrektësi, as për mbajtje të fjalës, as për qëndrime të qarta ndaj vendit. Ne nuk bëjmë kompromise me rrugtimin e Kosovës, me vlerat fundamentale që janë ky shtet e krijuar. Trashëgimia jonë historike është vlerë mbi të cilën është arritur shteti i Kosovës. Lavdia kësaj trashëgimie përmbyllet e maja saj është lufta çlirimtare. Bazament i krejt asaj që sot ne e gëzojmë. Ne krenohemi si forcë politike, e kena me qenë gjithmonë krenar, e do të promovojmë e të vazhdojmë promovojmë për të mbrojtur, afirmuar, e fuqizuar, e nderuar ato vlera në krye me komandantin legjendar, e gjithë atyre burrave grave që kanë dhënë jetën për Kosovën, po gjithë atyre burrave grave që janë gjallë e që kanë shërbyer në etapat caktuara të Kosovës.